Përshëndetje, rikthehemi sot në intervistën që tashmë në Cenatëve është bërë rutinë, por ndryshe nga herët e tjera, unë sot kam sjellë një personazh politik mjaft të rëndësishëm, një djalë të ri, i cili në dekadën e fundit është një nga politikanët më premtues, me një profil të lartë politik tashmë. Përballë meje sot do të jetë nënkryetari i Partisë Demokratike, Belind Klliçi. Belind, faleminderit që ardhe. Përshëndetje zoti Fundër. Siç dihet publikisht, është miku im prej vitesh dhe unë nuk e mohoj. Belindi ka ardhur në Partinë Demokratike, siç më mënton, një djalë i ri i cili bëri një garë vërtet të fortë për kreun e Partisë Demokratike gjatë kohës që Forumit Rinor. Për kreun e Forumit Rinor të PD-s, gjatë kohës që drejtoi kjo parti nga Lulzim Basha. Besoj ndoshta ajo është e vetmja garë që unë mendoj që ka ndodhur në PD. Këtë e them në për shkak se kem më shumë eksperiencë unë dhe më shumë vite njohje strukturave ose memorie, le të themi. Ky mund të jetë qëndrimi yt, por me të vërtetë ka qenë një garë shumë e fortë. Tani një pyetje ta kthem pak më humor të merrem me ty para se të më të aktualiteti, se ta thash. Nuk e mban dot. Nuk e mbaj këtë punë. Po ma thanë këta këtë stafit, tha ngjan me këtë kryetarin e Bashkisë New Yorkut, Zohan Mamdan. Po është dhe me Sorosin dhe ti që ngjan çik me të. Po ja, tash rrezik mbas intervistës do nxjerrin edhe mua që kam lidhje me Mandamin me Soros. Me shoqërinë Po se jo, po fak Çako këtu në studio pa i kisha për 2 ditës Fredi, miku im nga Koça. E tha që PD do ta marrë nga këta sorosianët. Ai kishte targetin te Gazmend Bardhi në fakt se kishte me ty. Megjithëse do të provokoj që të krejë diversion brenda PD-s. Nuk e le doktorin në dorë. Fetrat e Sorosit janë larg Partisë Demokratike për fat të mirë, kështu që edhe do vijojnë qëndrojnë larg. Po, atëherë të rikthehemi pjesës serioze që thamë. Çfarë ndryshoi te Belind Klliçi nga Lulzim Basha te Sali Berisha? Pra kush është diferenca që ka para ai dhe çfarë mendon sot për Bashën që nuk e ke menduar atëherë? Për të mos i dhënë pesha, po t'i japim asaj kohës 8 vjeçare të opozitës. Patjetër, për të qenë një politikan i suksesshëm në gjykimin tim, për të qenë shtetar edhe burr shtetit, se një profil politik që garon për pozicionin e kryeministrit, patjetër aspiron të mbetesh në historinë e vendit tënd, të mbetesh në historinë e jetës publike dhe aspiron të jesh një emër shumë i rëndësishëm publik. Por që të arrish këto politikisht, unë mendoj që orientimi kryesor, drive kryesor, qëllimi kryesor do duhet të jetë shërbimi publik, do duhet të jetë kontributi, do duhet të jetë mundësia për të qenë pushtet, jo për hir të pushtetit, por për të bërë ndryshimin, se ndryshimi nuk e bën dot nëse nuk ke mundësi ta implementosh me politika konkrete. Nëse je i fokusuar tek paraja, atëherë ky është vendi më i gabuar për të investuar. Pra Lulzim Basha sipas teje ka qenë fokusuar te. Pra, nëse ke drive tëndin, qëllim tëndin paran, sigurisht është vendi më i gabuar për të fituar para. Çfarë ke gjetur ti te Berisha ndryshe te Basha, megjithëse unë krejt kundërtën e kësaj që po thoja, po mbi të gjitha një persistencë të jashtëzakonshme, një qëndrueshmëri në gjërat që ai beson. Dhe një qëllim që shumë pak njerëz mund ta ndajnë sot, se edhe brezat kanë evoluar. Jemi në botën e rrjeteve sociale, në botën e TikTokut, Instagramit etj. Por një njeri që unë gjykoj dhe vijoj të jemi bindur që ka dashur dhe vijon të kërkoj të mbetet në histori për të lënë gjurmën e tij dhe për ta lënë për mirë. Mos harro diçka e lë. Ne jemi vetëm 2 muaj pasi e paimagjinueshme është bërë realitet heqja e non-gratës për zotin Berisha. Po patjetër, dhe vetëm për gjithë Shqipërinë, jo për Shqipërinë, po patjetër. Sepse në fund ditës zoti Berisha është një ish kryeministër, ish president i vendit. Është lideri i opozitës i padiskutueshëm. Një njollë aq e madhe mbi politikën shqiptare, sepse është aktor i rëndësishëm i kësaj gjëje. Bie mbi gjithë klasën politike dhe heqja e atij sanksioni, që besoj shumë shpejt do të shoqërohet edhe me atë zhvillim që kur ne e thonim vitën parë. Një vizitë të pritshme të doktorit Drejtçabas, që është normale, pa imagjinueshme atëherë, dhe jemi anatemuar, jemi sulmuar, unë personalisht sepse kam qenë një nga zërat publik më të fortë për këtë gjë. Por ja që është realitet dhe vetëm një persistencë e tillë, një këmbgulje e tillë. Do jetë afërt, pra nuk dua informacion pasi vetë Berisha do mbetet për tu. Pretet për tu parë. I takon, shikoj, paktën ky lajm i takon zotit Berisha ata. Që nga afërt, i ka doktorit në Shuba. I takon atij. Që nga afërt në intuitën time politike është afërt. Belind, ti je në kryetari i PD sot dhe a je ti dhe disa të rinj të tjerë njerëzit që po përgatiten për të marrë drejtimin e PD-s nesër?
pas Berishës, po e quajmë pas epokës së dytë Berisha. Shiko, këto nuk ta them dot në aspektin e tjerëve. Ripërtëritja këtë duhet këtë qëllim për finale. Ripërtëritja kishte për qëllim rinovimin e plot strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, thithjen e prureve të reja, talenteve të reja, pse jo edhe të rinjve që kanë vite që punojnë në Partinë Demokratike, japin kontribut, por që nuk kanë patur mundësinë të afirmohen. Por nga ana tjetër, secili do duhet bëj rrugën e tij, Elvi, sepse pastaj mund të kemi skenare të tjera të përsëritshme, siç ishte skenari Lulzimbashi. Po lere skenarin. Pra, a ka secili ambicie duhet bëj ti që punën një e ditë tij. të bëhesh kryetari i PD-s? Elvi, një qenie politike që nuk ka ambicie i ka rënë në qafë këtij profesioni. Pra thon këtë, nëse je në politik dhe thua dhe jem politik aktive dhe në nivelet larta të drejtimit, dhe thua nuk kam ambicie, thjesht e duke gënjur. Faleminderit për Por përgjigjen e sinqertë. patjetër duhet jemi sinqert 100%. Patjetër secili do duhet ta bëjë rrugtimin bazuar në kontribut, në performancë, në kohë, në lodhjen sakrificë dhe në dhënje provash. Do duhet japësh prova edhe për ata njerëz, se këtu duhet ndalim KPD-ja, që kanë 14 vite, ne pas 2 javë shym në vitin e 14 të opozitës, që qëndrojnë opozitë. Dhe PD-n e mbajtën edhe në 2021-shin, kur zoti Berisha u sankcionua non grata, pa asnjë provë, kur nisi çarja e madhe dhe skizma e madhe në PD, edhe atëherë PD-n e shpëtuan antarët, baza e kësaj partie dhe demokratë të thjeshtë dhe militantë të thjeshtë. Pra, për t'i dhënë prova atyre njerëzve do duhet një rrugtim shumë i gjatë dhe do duhen sakrifica konkrete. Atëherë të kthejmë te sakrificat dhe te provat. Dhe të merremi ta lëm tani pjesën e parë të Belindit, hyrje ndoshta s'kishte pse të mos ta fillonim në këtë formatin tjetër, por a është Erion Veliaj një sakrificë e pushtetit, e Edi Ramës, e Spakut apo një betejë fituar nga ana juaj? Shiko, janë shumë sakrificë mund ta quajmë dhe viktimë të Edi Ramës, termo mund t'i gjejmë. Unë mendoj që janë shumë provat, pra Erion Veliaj është një provë e betejës. Shumë faktor, është një provë një modeli. Shiko, ajo që ka ndodhur me Veliajin, Elvi, është që ti je dëshmitar okular dhe dëshmitar i dorës parë, sepse unë gjej rastin ta them publikisht që të falenderoj dhe CNA si media, CNA TV dhe CNA.al, për pasqyrimin që i ka bërë të gjithë denoncimeve dhe aferave të Bashkisë Tiranë, sepse se tash duket normalitet, por po të kthehemi pak në kohë, 3 vite më parë, por edhe pak më shumë në kohë, asnjë media, shumë pak ishin mediat apo portalet që guxonin të përmendnin emrin e Erion Veliajit dhe Bashkinë Tiranë. Dhe CNA-ja, duke filluar që nga historia e inceneratorëve dhe u theksua tek inceneratori i Tiranës, që është një mega aferë që vijon edhe ditën e sotme dhe që është një nga dëshimet më spektakolare të Spakut, dhe nëse do mund dalemi edhe më vonë. Unë sinqerisht dua të të falenderoj për kontributin që keni dhënë si media, por nga ana tjetër jam këtu para një njeriu dhe një dëshmitari që nuk e manipuloj dot dhe e di të vërtetën. Shkojmë tej, e shiti Edi Rama thën troç. Apo e arrestoi Edi Rama Erion Veliaj? Apo ishte forma politike e betejës së Belindit? Unë besoj fort që pikës pari ne si PD, unë si Belind dhash një model se si bëhet opozita dhe se si bëhet një garë politike. Pra, mbaruan zgjedhjet lokale të 2023-shit. Dolëm ne dhe gjatë gjithë kohës u denoncua që shtabi PSD dhe shtabi elektoral i Veliajit vodhi zgjedhjet. Dolëm me pretendimin që Erion Veliaj vodhi zgjedhjet dhe vidheshin parat për t'u blerë më pas vota. I bëhet të blerët dhe vjedhjet e Erion Veliaj pak të çka krah. Absolutisht që jo, arkitekt është Edi Rama, pa diskutim, skema nuk ka rënë, vijon. Por, që ti jemi të qartë, modeli që unë dojsh më pas ishte që ne nuk u mjaftuam, unë personalisht nuk u mjaftuam vetëm me deklarata publike, me retorik publike, por me aksion konkret, protestat 24 javë të gjitha. Do ta flasim pak dhe për Spakun. Sigurisht, unë nuk jam këtu për të thënë që ishte vetëm aksioni ynë që të çoi Erion Veliajin aty ku e çoi juridikisht dhe politikisht. Patjetër ka qenë vullneti i pakursyer dhe i pandërprerë i Edi Ramës për ta goditur Erion Veliajin, një delfin tin, por nga ana tjetër një njeri që u fuqizua shumë, u maj me parat e buxhetit shtetit dhe qytetarëve të Tiranës, bleu influenca shumë të mëdha, shpeshherë konsideroi njeri më i afërt me Sorosin se sa vetë Edi Rama, konsideroi kryeministrin hije. Shtabi i tij punonte për ditën që ai do të rrezonte Edi Ramën dhe kalkulimet politike diabolike të Edi Ramës çuan në goditjen finale. Do ta kemi Edi Ramën, do ta shash sot do ngopesh më vonë. Jo, nuk është çështje sharje, po them qëllimin. Jo, s'dua të merrem shumë gjatë me këtë zdromsin se ky është edhe në burgun e Durrësit tash i ka punët e tij me Spakun edhe këto betejat, duket që do të gjatë. Edhe po tentojnë sikur ta nxjerrin, por nuk me besimin tim mendoj që ende drejtësia do jetë profesioniste dhe nuk do ta nxjerr, po çojmë tej. Ti thua shpesh që pa Erion Veliajin nuk do kishte dosje 5D, se është dosje 5D shumë e rëndësishme ndryshe nga inceneratori, nga denoncimet tuaja. Juridikisht, politikisht, cila është prova më e fortë sipas teje që lidh Erion Veliajin me dosjen 5D? Për te momentit fushatës dhe asfaltimit, kësaj
Atëherë, përveç tenderave që këta kanë marrë 24 milionë euro tendera dhe kanë marrë tendera nga buxheti i Bashkisë Tiranë, dhe kanë marrë nga Brenda Bashkia e Tiranës. Dhe janë titullarët më të lartë të Bashkisë Tiranë. Ne po flasim për një drejtues, të gjithë drejtorët, shtabi drejtuesi i PSD-s. Dhe ne po flasim për një sistem që funksionon në mënyrë kapilare. A u përballen me ta në fushat? Kur jon patjetër që po, kishin të ndarë njësit, unë kam nxjerrë edhe njësit ku kanë qenë të deleguar, duke filluar nga qatoja ke njësia nëmër 4, ke Tusha që kontrollonte në fakt të gjithë Bashkinë Tiranë, territorin, ke Molla që ishte në njësi 1 dhe 2, e Debora që ka patur një pjesë që merri Merinin, e të gjithë me radhë, të gjithë drejtorët kanë patur. Po drejtori i policisë bashkiake, drejtorët e rrugëve, nuk e di. Ky policisë bashkiake një emër që atëherë që në rrugës, ndërkohë mbaj mend Erion Rapaj në ato të rrugëve që ishte i deleguar në kombinat. Që një ky zullumçari ishte Kacidhja, i deleguar Ujësjellsi ke njësia 2. Që ky drejtori i policisë bashkiake për atë kohë akuzonin që merrnin kontrollonte shitblerjen e frutaperimeve në Tiranë, kishte hapur biznese familjare, kontrollonte biznesin e dherave, ke incineratori, ke dosja incineratori që është një nga gjërat që është e pamohshme. Mbetemi ke logjika këtu. Pra një kryetar bashkie që dinte se sa komente, shere dhe like kishte në Facebook çdo ditë dhe që merrte një raport detajuar, është alogjike të pretendosh që ky individ me firmën e tij në buxhetin e Bashkisë Tiranë i ka dhënë 10 milionë euro varësve të tij, drejtorëve të tij dhe ai s'di gjë. Nga ana tjetër mos harroni që bëhet fjalë edhe për të paktën 3 leje ndërtimi, që janë pjesë e asaj dosje, të dhëna nga Bashkia e Tiranës për kompaninë e këtyre ndërtimit, që i ndërtonin këta. Nga vetë dora e Erion Velia. A mendon që këto janë prova? Dhe nuk është vetëm Erion Velia. Indicje perceptim politik. Nuk është vetëm Erion Velia, aty është edhe Arbian Mazniku, ish zëvendës kryetari i Bashkisë Tiranë, që në fakt ajo çka u perceptua si një fuqizimi i Erion Veliajt kur Rama në 2023 vendosi që Maznikun ta shkëpuste nga nënkryetar bashkie, ta ishte nga bashkia dhe ta emëronte ministër atëherë në kabinetin e tij, ajo që u konsiderua atëherë si një fuqizim i Erion Veliajt, në fakt rezultoi në një shkëputje apo shpëtim apo kamardare për Arbian Maznikun, në mënyrë që kur të goditej Bashkia e Tiranës, Mazniku të mbetej i papërlyeshëm. Tjetër historike. Shkojmë tani. Dhe ky është fakt. Shikoj do të ndërpres. Dhe këto më mirë se unë jam si simpatizanti, i di Klodian Brao, i cili është prokurori i dosjes, dhe mbi gjitha sot drejton strukturën e posaçme. Dakor, në qoftë se pas kësaj betejë politike drejtësia thotë që Erion Velia s'ka përgjegjësi penale të PSD, do ta pranojë ti këtë vendim? Absolutisht jo, për diçka që unë jam i bindur, jam dëshmitar okular. Fakte dhe prova tjera. Çfarëdo që unë kam patur. Shiko, çfarëdo që unë kam patur. Sepse ti ke thënë që kreu i PSD-s është Erion Velia, ndërkohë s'ka një akuzë për Erion Velia për PSD. As për incinerator. As nga Klod Bauer, as nga. Do të thonë duhet kemi edhe një dallim të qartë. Tek dosja e incineratorëve ende në dienin time po hetohet çështja e dherave dhe ka një fraksion për këtë dosje, sikundër dhe ke PSD-ja në dienin time ka një apo dy të paktën fraksione që vijojnë të jenë të hapur. Unë pretendoj që dhe për këtë çështje unë nuk mund ta jap fjalën e fundit, por për çfarë di unë të vërtet, për çfarë jam unë dëshmitar okular, për çfarë ne e dim të gjithë që ka ndodhur në Bashkinë Tiranë dhe në qytetin e Tiranës në periudhën që Velia e ka drejtuar bashkinë me shtabin e tij kriminal, patjetër që nuk do rresh asnjë moment së denoncuare. Sepse do të ishte një tash këtu po jap dhe unë mendimin, do të ishte një zhgënjim i madh gjithë ajo betejë, gjithë ato denoncime të katandiseshin në disa dënime 1 apo 2 vjeçare, thelbi është që follow the money, ato janë thjesht amnisti, se çdo kush 15 milionë euro, 20 milionë euro pasuri vetë riqash më një vit në këto burgjet moderne tani që u kanë bërë me televizor me digital. Sapo i dhe përgjigje në një farë mënyrë dhe qëndrimit tim për Spakun, që këtu dua të ndalem se jam një nga njerëzit. Spaku do rikthehemi pak më poshtë drumit. Dua të jemi kujdesshëm sepse fakti që nuk u sekuestrua as edhe një aset, as edhe një pasuri, hoteli i kësaj bande rreth 100 milionë euro investim. Jo, vetëm aksionet e Redimollës dhe biznesi vijon normalisht dhe është një sipërmarrje rreth 100 milionë euro. Sepse është sekuestrim të zhvilloja, nuk është konfiskuar. Për faktin që nuk u kthye asnjë lek në buxhetin e shtetit, asnjë euro në buxhetin e shtetit, ky pastaj është dështimi i cunguar. Dhe për faktin që fenomeni i korrupsionit nuk ndalet, sepse struktura e posaçme u krijua me qëllimin e vetëm parandalimin e korrupsionit edhe të krimit organizuar. Fakti që aferat më të mëdha korruptive në Shqipëri lindën në të njëjtën periudhë me Spakun dhe janë fuqizuar në vitet që vijnë, tregon që në rastin më të mirë për Spakun, zyrtarët e shtetit nuk e kanë frikë. Spaku në këndvështrimin nuk duhet përgjithësuar. Patjetër, unë po flas për fenomenin. Ishte imagjinueshme para pak vitesh në kryetari i Bashkisë Tiranës, në kryeministra, ministrat të shkonin në pranga, të shkonin në të hetoheshin, të zhvilloheshin të tilla hetime, pavarësisht se
opozita ka drejt kërkoj që kjo shumë pak me realitetin pra thesi korrupsionit shumë i madh. Është Edi Rama mbrapa të gjithave. Nuk ka njeri që nuk e kupton që është Edi Rama mbrapa Erjon Beliajt. Është Arben Ahmeti. Mbrapa të gjitha, po dhe mbrapa Arben Ahmetit nëse ka bën një shkelje e ka bërë për llogaritë Edi Rama. Pra s'më keni hequr dorë që Ben Ahmeti ka qenë në incinerator. Shiko. Nuk ka lidhje. Jo, te incineratorët për hir të vërtetës, sado që kemi kërkuar dhe dokumenta që mund ta inkriminonin edhe ta bënin pjesë, nuk kemi gjetur dot tek incineratorët të Ben Ahmetit. Kjo nuk shfaqson Arben Ahmetin dhe kjo nuk do të thotë që ai nuk ka patur miq as mirëmbërtirin. As Klodian Zoton etj. Por aty me dokumenta nuk e kap dot që Ben Ahmeti ka shërbyer Edi Ramës. Dhe aferave të Edi Ramës. Shkojmë tej. Tani ka filluar kjo protesta e flamingove që nuk mund ta shmangim. Që në fillim në qershor ishte një protestë madhështore në fakt edhe qytetarët që u derdhën lumë në rrugët e kryeqytetit dhe tani ka këndisur me pak vet. Pse ende opozita nuk ka pasur kurajon ta thotë qartë, këtu nuk kemi të bëjmë me një çështje thjesht dhe vetëm shtetërore kur kemi të bëjmë me një truar privat. Dhe një çështje që duhet zgjidhur juridikisht. Pra atje që një marrëdhënie privati dhe nuk që shitur tokë e shtetit. Ndërkohë që në Durrës u fal porti. Patjetër. Pavarësisht se opozita denoncon. Pra pse nuk ka opozita kurajon të bëjë këtë diferencë? Megjithëse Berishën e kam dëgjuar të thotë që ne jemi për investimin, por duhet bërë transparencë. Patjetër. Ky ka qenë qëndrimi i qartë që në fillim, që ne nuk mund të jemi se jemi e para jemi forcë djathtë. E dyta jemi për herë kemi qenë dhe vijojmë të jemi pro investimeve tuaja dhe thithjes së investimeve tuaja në Shqipëri, në mënyrë të veçantë kapitalit amerikan. E treta, në momentin që vjen një investitor i këtij niveli kaq të lartë dhe me këtë lloj ekspozimi kaq të lartë, qoftë politik dhe qoftë mediatik në nivel botëror, siç ka qenë rasti i grupit të Kushnerit, patjetër do duhet të ketë transparencë maksimale. Patjetër, po pse s'ka pasur opozita një reagim të përdorur? Ka patur një qasje shumë qartë opozita, nga ana tjetër, nuk ka sot një shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë që nuk e di që toka në Zvërnec, më saktë një pjesë e madhe e truallit mbi cilin diskutohet projekti, është në një konflikt gjyqësor prej vitesh e vitesh me radhë. Dhe një minutë. Kjo është e vërteta disa nga pronarët e truallit kanë marrë paratë se u ka bllokuar zoti Dumani. Dhe ndërkohë që Artur Shehu, një eksponent i njohur i botës krimit, ndërkombëtarisht dhe kombëtarisht, rezulton pronar i pjesës dërmuese të këtij trualli dhe ka me 10 qytetarë dhe banorë që e kontestojnë atë titull pronësie dhe janë për gjykata dhe pretendojnë që kanë probleme ligjore, është minimumi i minimumit që opozita mund kërkonte transparencë dhe minimumi i due diligencës që do duhej bërë qoftë edhe nga pala e huaj që erdhi në Nëse unë mendoj që ajo është bërë, po s'pa ka bllokuar lekët. S'mund të pengohet investimin në pasaj shkatrimit të zonave të mbrojtura, ligjit që u bë në mënyrë të posaçme për të shkatruar zonat e mbrojtura, që ne kemi 2 vite. Që kemi qenë. Unë personalisht jo. E di ti që s'ka flamingo atje? Jo, flamingo kanë lagunën e Zvërnecit, patjetër nuk mund ta mohojmë. Kam shkuar te kisha. Ka raportime të pafundme të flamingove dhe të specieve shumë të rralla, dhe që patjetër kjo do duhet kishte edhe një, shiko Elvi, shiko ku është problemi. Do duhet kishte edhe një diskutim shumë gjerë dhe dëgjesa shumë të detajuara me publikun, me ekspert mjedisor, me ambientalist për të sqaruar të gjitha avantazhet dhe dizavantazhet. Unë dua qasjen e vërtet të opozitës, pra opozita mos ketë standarde. Mungesa e transparencës, dhunimi i qytetarëve, dhunimi i pronarëve dhe mos harro, në momentin që ne kemi qenë në datë 30 maj në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike ka ndodhur ngjarja ku një nga pronarët është marrë forcërisht dhunshëm, zvarr, ato nuk janë pronarë, një protestues, le të dalin gjithë në publike. Një protestues merr zvarr dhe të riqet zvarr nga persona civil dhe jo nga forcat e shtetit. Dhe gjithë kjo protestë lindi nga ato flamingo, dhe nga policia e shtetit, dhe kur policia e shtetit qëndron dhe bën se hir dhe nuk reagon për të mbrojtur qytetarët e vet, këtu pastaj kemi një ngjarje që nuk mund të anashkalohet. Ka qenë një denoncim që është bërë live në atë moment nga Partia Demokratike, unë kam qenë ato momente duke folur në kuvend, kam bërë denoncimin live, të nesërmen është bërë protesta e parë para drejtorisë policisë Tiranës në Tiranë, ka patur masivitet dhe Elvi, ajo ka qenë, unë mendoj, pika që derdhi kupën. Nuk është vetëm ajo ngjarje. Bravo, këtu duhet të dalë. Nuk mund të na thoni që kjo protestë ka ardhur nga ca flamingo apo nga ca sherrë për pronat. E 13 viteve arrogancë. Kur Durrësi
Mund të që 100 fish më shumë se sa. Patjetër, dhe i takonte të ishte edhe më shumë sepse u dha truall publik në vlerë mbi 2 miliardë euro. Dhe ju fal, një pronari që sot jam nxituar, kam bërë gabim dhe aty trulli ka rrëshqitur 78 centim, jo 18 sa ton ta. Por të ngelemi ke thelbi 13 vite arrogancë, vjedhje, shpopullim, keq përdorimi fondeve publike. Edi Rama solli në atë ngjarje që mjaftoi një tërheqje zvarr dhe u çua një popull i tërë në këmbë. Thelbi im ishte si mbrohet biznesi privat dhe pronari, sepse ka një term që mua s'më ka pëlqyer dhe ka filluar në kohën e Lulzim Bashës, ndoshta Lulzim Basha e shifte veten të tilla, por ka dashur të bëjë ato operacion. Kush janë këta oligarkët që juve ju thoni në Shqipëri dhe pse i quani të tillë? Për shembull, unë nuk kam hezitim të përmend se ka përmendur një Edi Rama në parlament dhe thotë Shefqet Kastrati, thotë Samir Mane, Bashkim Mule e tjerë. Po si mund të quajnë këta oligarkë, ndërkohë që këta janë biznesmenë, këta janë investitorë, po mos punuan këta, kush do ta zhvilloj Shqipërinë? Jo, unë jam i qartë në qëndrimin ata që sjellin Rama nga jashtë apo këta barqirë që në qëndrimin që unë edhe sot. Ka një oligark që qëndron mbi çdo biznes, ka një oligark që qëndron mbi çdo interes në këtë vend, që quhet Edi Rama. Po pse e përzieni me biznesin? Se këta pa njerëz kanë punuar dhe me Sali Berishën. Pa favorizimin me Ti ligje je speciale. ministër nesër do punojnë me ty këta. Pa favorizimin me ligje speciale. Ata e marrin shtetin. Pa evazion me lejen e Edi Ramës, pa shkelje ligjore me lejen e Edi Ramës, asnjë biznesmen në Shqipëri nuk do mund të çonte përpara asnjë aferë korruptive. Pa okein e një kryeministri të korruptuar si Edi Rama. Në cila aferë? Nuk po flas për këta, po flas në parim. Dhe për termi oligarkës, në qendrimin tim. Në qendrimin tim publik, sot Shqipëria ka një oligark që quhet Edi Rama, i cili edhe po të shihni librin që është akt akuz në fakt Albanian Files, që aty ka rreth 512 projekte të detajuara zhvillimore në të gjithë territorin e Shqipërisë nga veriu. Po morën një lek pallati bash oligark. Edi Ramës. Jo, Elvi, më lër ta çoj deri në fund logjikën. Ti je një kryeministër që personalisht kontakton me Facebook, me WhatsApp, me Instagram, me gjitha arkitektë nga studiot më të ndryshme në botë, i fton në Shqipëri, u cakton dhe truallin, shpeshherë i fut në joint venture, në bashkëpunim me partner lokal që janë grupe kriminale me rekorde kriminale. Kjo është pjesë tjetër, unë po flas ndani biznesin, ndani investitorët. Patjetër duhet të jemi të kujdesshëm kur flasim për gjithë. Po, do të keni shumë kujdes. Sepse nuk mund të bëhen të gjithë pjesë. Se jeni parti e djathtë. Si mund të bëhet një parti e djathtë duke përdorur koncepte marksiste? Se di që ju vini bashku, shiko Belin, tani dua ta bëj debatin po të ndërpres. Patjetër. Pavarësisht kësaj me shumë qetësi edhe me shumë interes. Sepse më pëlqen që opozita të bëj pjesë protestash, të protestojë dhe gjithmonë kam qenë pro protestave. Po të bashkohet në një protestë kundër biznesit me terma marksiste, ku janë bashkë neomarksistët, neokomunistët, me LGBTQI-të dhe me Hoxhën, po ku është opozita djathtë, pastaj konservatore. Unë do vetë të bëj me Lulin. Dhe tashti po ka qenë më serioz Luli në këtë punë. Dhe tashti zoti Fundo. Dhe tashti këtu është fuqia më e madhe e kësaj proteste. Që pikërisht ka arritur të bëjë bashk të gjitha grupet me qëndrime ideologjike 180 gradë të kundërta. Pse? Dikush del aty Elvi për flamingot, dikush del për mjedisin, po shumica aty dalin për ekonominë, për xhepin e tyre. Po pa ta biznes me ska dalin për faktin, një pjesë e madhe atyre dalin për faktin që nuk mbyllin dot muajin. Ndërkohë që vetëm ora e dorës djerë të Sagasit në foto i kushtonte $500,000. Do ta flasim më vonë. Po ai ndërkohë që kryeministri e pi një shishe verë 33.000 euro në vakt. Para një viti e votuan Edi Ramën këta. Nuk e kanë votuar, se s'e kanë votuar se s'ka, po nuk ka Jo, po fitu aty, s'ka zgjedhje vonë. Qëndrimi i PD-s vjen pa lëkundur, që zgjedhje me Edi Ramën nuk ka patur dhe nuk ka. Dhe të jemi qartë, aty qytetarët dalin për problemet e tyre. Aty dalin ata që s'kan spitale onkologjiku, që nuk kanë ilaçe biznesi, që nuk kanë ilaçe onkologjiku, jo nuk është propagandë, jo. Unë kisha te biznesi. Aty dalin ata që i kanë fëmijë. Sepse unë jam pro biznesi. Dalin kryefamiljarë me 4-5 fëmijë që nuk kanë asnjë fëmijë në Shqipëri, po i kanë rrugëve të botës dhe jetojnë vetëm, e ngrysin jetën vetëm. Belind jam dakord. Aty dalin prindë mi, kanë dalë çdo natë. Shumë mirë kanë bërë. Aty dalin familjarë mi, të afërm tuat, kush urin. Hajde të dalim të dy. Po ndani termin opozita, ç'pun ka opozita kundër biznesit. Ajo protest është ngjarja më e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë në këto 89 ditë. Nuk e kam si ngjarje. Enveri ka ardhur në formë moderne. Shkini me kapitalin. Enveri i ri dhe simboli më përfaqësues i njeriu të ri të Enverit sot është Edi Rama. Dhe ky Enveri i ri hiqet me një protestë masive e cila bën bashkë të gjitha grupet e interesit, të cilët sulmojnë biznesin dhe çon ekonominë për lesh, edhe shikojnë vitin tjetër krizën pastaj edhe nuk ke ti asnjë le të themi protestues apo grupim aty të organizuar që sulmon biznesin. Ka qëndrime personale,
ka individ të caktuar që kanë qëndrimet e tyre dhe mbajnë përgjegjësi për qëndrimet e tyre. E rëndësishme është që masë e madhe popullore është prej 89 ditësh në shesh dhe kërkon largimin e Edi Ramës. Dakor se Kaq, dhe ky është fakt. Okej, Dhe unë po të flas për një fakt. Nga ana tjetër, mos harro dhe një gjë. Ne si Parti Demokratike, sepse gjatë gjithë kohës duke më pyetur me drejt, se ku qëndron Partia Demokratike këtu. Po, patjetër. Kjo protestë ka 5 kauza. Ishte të parën Partia Kapitalit, dhe është Partia e Investimit, Partia e Biznesit, Partia e Tregut Hapur, Partia e Pronës, nuk kemi. Simbol, më thoni kë pronar kemi mbrojtur. Pronës e gjitha. Një minutë, Elvi. Kemi mbrojtur çdo pronar të ligjshëm të këtij vendi dhe çdo pronar i cili ka dashur të zhvillojë biznesin në mënyrë të ndershme. Kushdo që është i lidhur me afera klienteliste me kryeministrin, kushdo që përfiton nga ligje speciale nga kryeministri, që janë kauzat tona këto dhe është një nga kauzat e protestës, ne do denuncojmë. Por këta përfituesit janë të njëjtë biznesmenë që ka punuar me Sali Berisha. Elvi, kjo protestë nëse kanë punuar dhe jetuar në Shqipëri, në këto 36 vite, patjetër, gjatë periudhës që ka qeverisur Berisha, edhe këta kanë operuar në treg. Po më dhe janë zhvilluar ekonomikisht dhe janë minjos. Por tani s'mund t'i futësh në një thes. Dhe nuk po i fusin në të njëjtin thes. Dhe unë po të them. Ndaj me përfituesit e Ramës. Për sa kohë, ajo protestë, ti po e lidh me protestën. Për sa kohë ajo protestë ka 5 kauza, ku po heqim të parën largimin e Edi Ramës. 4 të tjera janë ligje speciale. Dhe janë kauzat Partisë Demokratike ku po të marrë 2 kryesoret, ligjin për zonat e mbrojtura, shfuqizimin e atij ligji. Por akoma turizëm me rakime domate me gjithë do bëjmë neve apo do bëjmë resorte siç ka Greqia dhe Italia. Bazuar në rregulla, në ligj, në respektim të pronës private, në respektim edhe të kusheve të mjedisit, edhe të kritereve mjedisore. Si investitor, jo për deri në pushtet. Tu të ketë transparencë. E rëndësishme është. Tu nuk bëhet më ky vend. Shiko, po i zbuat të këta investitor. Duhet i mbroni investitorët. Elvi, Partia Demokratike mbron çdo investim të huaj patjetër, i cili vjen këtu për të zhvilluar vendin, për të hapur vende pune, se këtu biznes tash ti mos më quaj mua biznes të huaj këtu dhe investitor të huaj grupet kriminale. Jo, patjetër, jam dakord mo. Unë po flas për biznesmenët që sulmohen nga Groshej në mënyrë kriminale. Po ta them unë, për qëllime dhe interesa të caktuara, si janë përdorur nga Lulzim Basha për t'ju vënë gjoba, se ti tregojnë këta po të vesh ti. Dhe e mira dy që ti tregojnë që të gjitha. Kushdo që i ka vendosur gjoba, se dhe kjo historia që jemi gjithë një lloj. Dhe kjo historia që PD është një lloj me PS. Jo, si një lloj. Dhe kjo historia që ne jemi klientë të njëjtët bizneseve etj duhet marr fund. Nëse ka zyrtar, politikan, qofshin këta dhe të Partisë Demokratike, që vendosin gjoba, që kërkojnë favore, që u bien në qafë qëllimisht bizneseve për të përfituar personalisht, jo për të bërë detyrën si shërptor publik, ti nxjerrin me emra, ti bëjnë publik. Po i kanë bërë më duken ata ku janë. Ti bëjnë publik, ti nxjerrin me emra. Siç i bën njëri tjetri dihen atë por kjo historia që jemi të gjithë një lloj, jo mos thashë duhet marr fund. Unë thashë ndauni juve dhe të mbroni biznesin dhe kapitalin dhe për sa kohë qëndrimet i kemi kristal të qartazi, të qarta, të pastra dhe të drejt për drejta edhe për opinionin publik. Të lutem mos harro 2 kauza që ta përmenda edhe pak më parë. Ligji special për investitorët strategjik, që Edi Rama bëri këtu investitor strategjik grupet kriminale më të rrezikshme të Europës dhe të Amerikës Latine. Dhe ligji për po të heq trashëgiminë kulturore etj. Dhe ligji për zonat e mbrojtura janë 2 kauza jetike të Partisë Demokratike, që i ka çuar në gjykatë kushtetuese dhe që ne kemi avokuar pro interesit publik prej vitesh tashmë Elvi. Dhe këto janë kauzat tona, nuk mund t'i lëmë në mes rrugës. Kauzat tona. Po themi diferencën dhe kjo protestë i ka rezonuar më së miri edhe këto kauzat tona. Bashkë me LGBT-qi të brenda. Me gjithë gabimet tona, Elvi, se tash problemi këtu nga debati që ne bëjmë të dy, duket sikur unë tu jam një djalë i ri, një politikan i ri që po them që PD s'ka asnjë gabim. Patjetër. Problemet e saj. Nuk kam punë me opozitën, unë kam me pushtetin dhe në mbrojtjen e biznesit. Ti këtu të sulmosh qeverinë, nuk ke këtu të shash qëndrimet e saj, në qëndrimet e saj, në kauzat e saj ka qenë krejt qartazi në mbrojtjen e interesit publik. Jam i qartë, nuk mund të jesh këtu të sulmosh PD-n, asun s'po sulmoj PD-n. Unë dua që PD-ja të jetë më opozitare me vërtet dhe më pro biznes dhe pro pronës. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në një intervistë me kryetarin e Partisë Demokratike Belind Kılliçin, pasi e ngacmova pak në pjesën e parë për karrierën e tij politike dhe një mbyllje me një debat të ashpër për biznesin, ku në qartazi pres që Partia Demokratike të ketë një qëndrim shumë të fortë për biznesin, për investitorëve, për të treguar që është një parti e djathtë dhe bën diferencën me pushtetin. Tani do të kthehemi te qeveria. Apo i shpik Rama veten me këtë besën
pasqyrën. Çai ka këto se i ka si qefa i ka. Edi Rama thjesht po blen kohë, Elvi, sepse është në agonin e tij politike. Dhe këtë e di i madh dhe i vogël. Tingëllon shumë kështu shpeshherë debatueshme ai termi që kemi thënë që është në kilometrin e fundit. Është në fund. Elvi, dhe këto ta them me bindje absolute. Pse ta them këtë? Nëse këtë më thonë, jo, s'kam humbur asnjë bas, nuk kam humbur. Edi Rama është në fundin e tij politik dhe jam i bindur që për qenë korrekt, po e mbylli këtë vit politik në krye të ekzekutivit, do ishte një arritje jashtëzakonshme për Edi Rama. Kjo është përgjigje. Ka njerëz që vën bashkë për pranverën, unë po e vë bashkë me ty që Edi Rama i kap të zgjedhjen lokale. Bashkë nuk vë. Mos them që edhe unë di të them këtë që ju paketoj në zgjedhje. Unë di të them këtë që koha duket shumë jo e vranët, po duket shumë mbytur edhe shumë e zezë për Edi Rama. Ka një detaj dhe e tillë do vijoj të jetë edhe mendimën e Partisë Demokratike dhe të gjithë faktorët opozitar në vend. Por të mbetemi ke thelbi çfarë po bën Edi Rama. Sepse ka një gjë ky sillet sikur të flasë Edi Rama për BES, duhet të jetë gjëja më cinike dhe më hipokrizia më e madhe që një qytetar shqiptar mund të shohë. Tashi të përmendi ky termin besa, ky që i dha besën Samir Tahirit, Erion Veliajt, Belinda Ballukut. Ka gabuar ata. Po ka gabuar ata. Çfarë ka Edi Rama këtu? S'ka fare patjetër, Lefter Kokës, Alçi Bllakos. Po më ose vjen te Alçi Bllako me sekretarëve të bashkimit. Këta po vjedhin ata. Ose këta kush i përzjodhi? Ju tha, ju s'keni punë me mua. Apo i përzjodhi Saliu këta? Jo, ma i përzjodhi. Ata traduan vodhën ata. Po nuk ata vodhën, jo, mos e ka fajin Saliu. Njeriu që ka futur brenda. Se kanë përdorur kur termin fajin. Njeriu që ka futur brenda. Saliu ka vetëm një fajin, Ulzim Bashës ka fajin të dy. Njeriu që ka futur brenda pjesën më të madhe të bashkëpunëtorëve të tij. Njeriu që ka në mënyrë permanent, po ky ku kemi pasur. Po ku kemi pa dënie. Ata vitin ky vot apo është ky vit? Patjetër në momentin që i duhet hedhur një kockë opinionit publik për të konsumuar lajmin dhe për të hequr vëmendje nga vetja dhe do duhet i hedhësh turmës një viktim për të marrë për momentin, sigurisht Edi Rama për herë ka gjetur viktimën e tij të preferuar dhe të radhës. Dhe duke nisur nga i pari Samir Tahiri, po e them edhe një herë, e ke rasti më i fundit Gysa Gasi që ka ndodhur në Brëm, që besoj fort që ajo që ka ndodhur në Brëm ka qenë një dorëzim i kontrolluar deri diku, me çfarë pam, sepse është e habitshme që në makinën e Shpataragut dhe të Ergysa Gasit nuk është gjetur asnjë armë, kur ndërkohë e dinë gjithë që ky Shpataragu lëvizej armatosur dhe nuk ka njerëz që nuk e di. Nga ana tjetër, unë nuk i ndahem qendrimit tim. Do të themi që Gysit më vonë. Shëndim te Rama dhe pasqyra, është edhe prishje e balancave të organizatës kriminale, po do të dalë konflikte të policisë do t'i marrim. Pasqyra, për çfarë pasqyra flet këtu? Kjo pasqyra se sillet sikur ka ardhur sot në pushtet. Për shqiptarët nuk ka. Si do i trajtojmë pasqyrës ne kur ne jemi, okay, unë jam një qytetar që sot kam të ardhurat më të ulta në Europë për frym dhe kam çmimet mesatarisht të shportës ushqimore, mesatarisht 37 deri në 42% më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si mas gjithë mua pasqyra e Edi Ramës? Si mas gjithë pasqyra e Edi Ramës mua që kam pensionin më të ullët në Europë. Si e zgjidh? Po i thotë do bëjmë transparencë pra. Rroga dhe fuqim blerëse më të ullët të Europës. Si e zgjidh Edi Rama? Çmimin e naftës më të shtrenjtë në Europë që e ka një qytetar shqiptar. Si e zgjidh kjo pasqyra e Edi Ramës? Kjo është vetëm një tallje, Elvi. Është propagandë, është një mekanizëm propagandistik për të hedhur hi i syve qytetarëve dhe për të fituar kohë dhe për të mashtruar qytetarët. Ktu nuk ka as besë, as pasqyrë, as diell. Ajo e fundit pasaj, që ishte një lloj si Kaligula që pyeste Kalin për senatorët dhe emroi Kalin senator, ajo e fundit që pyeste diellën, çfarë mendimi ke për Mirela Kumbaron, që në fakt nuk merret opinioni publik me të, por është ministra më e gjatë në kabinetin e Edi Ramës. 13 vite qeverisje dhe është një nga ministrat që ka bërë dëmet më të mëdha, edhe për sa i përket edhe lejeve, edhe në zonat e trashëgimisë kulturore, tashmë po ja bën në arsim, edhe në sektorin e turizmit, e kudo ku ka vendosur kjo zonja. Në manastir, në pronat e kishës. Kjo zonja dhe tarisht të tallesh me qytetarët në këtë pikë që pyet diellën çfarë qëndrimi ke, opinioni ke për Mirela Kumbaron, kjo të tregon ty qasjen e një despoti që Edi Rama ka në drejtim. Flasim në drejtim. Të ecim pak më shpejt. A mendon se do të kenë ndryshim në qeveri? Po jo. Jo. Nuk mendon që nuk ka arsye, gjithë janë anonim, parëndësishëm. Një këtu se nuk e mbaj dot këtë. Ore ky ministri i brendshëm, ky Lamallari. Ka një qendrim ky? E përmend dot termin e Gysa Gasit ky? Se është arrestuar Gysa Gasi dje.
Ky që foli para policisë shtetit kur u arrestua Ylli Zyla, Policia ka dhënë para një jave, ky ministri i brendshëm Se Gysagasi ka marrë e përmendot emrin e Gysagasit këtu? Kanë shumë nga ministrat që përmendin emrin e Gysagasit. Se përmend asnjëri. Jo ministrat, asnjëri. Aty vetëm një njeri e përmend Gysagasin, që është Belinda Balluku, që në përplasjen e grupeve e klaneve të brendshme në Partinë Socialiste, rezulton deri tani Balluku 2, këta tjerët 0. I pari ishte Velia që era viktime saj, i dyti ishte Gysagasi. Tash Velia e mori spaku e rrezove ti apo Belinda? A do bjeri Rama, apo do bjeri Balluku? Tani Rama do hiqet apo rrezove? Apo do bjeri Balluku. Rama do hiqet. Rama institucionin e dorëheqjes nuk e njeh. Shpesh thohet dhe artikulohet që nuk e ka dhënë kur dorëheqje. Shikoj edhe këtu në studio tani më thej që ne nuk do t'i ndajmë Ramës, ashtu siç ju ndava Veliajt. Po Velia ishte individ në një bashki dhe pak mendimin e SPAK edhe mendimin e Ramës, siç thoni juve, kurse ky kryeminist ka një mazhorancë të frikshme. Ky mazhorancën e vjedhur të frikshme e ka, por këto 89 ditë protest dhe 13 vite pushteti Edi Ramës, mbretin e ka nxjerr lakurish. Dakor, po tani është një mbret lakurish para qytetarëve shqiptarë. Protesta SPAK-u zgjidhet apo një krizë brenda PS-s? Mbreti lakurish sot është një fenomen të cilin e shet çdo qytetar shqiptar. Është tashmë politikani më i lodhur dhe mashtruesi dhe hipokriti më i madh që ka prodhuar toka shqiptare në 100 vitet e fundit. Ky njeri që çdo ditë që hap gojën, nxjerr nga goja vetëm gënjeshtra, sot është lakurish para syve çdo shqiptar. Shiko, juve thoni që ky kontrollon të tëra, zgjedhjet vitet, më thatë të tjera. Si ta mund të PD? Cili është plani që të mundi këtë njeri kaq të plotfuqishëm? Shiko, ne kemi bërë një betejë shumë gjatë për nyjen gordiane, le të themi, që ne e konsiderojmë problemin më të madh që është vota e lirë. Unë mendoj që në momentin e parë që në Shqipëri ka zgjedhje reale dhe garohet jo me grupe kriminale, dhe jo me grupe kriminale, por garohet me program, garohet me alternativë dhe garohet me një projekt qartë politik, Edi Ramën e mund opozita, në mënyrë të padiskutueshme dhe mund i prin asaj betejë Partia Demokratike. Jo e vetme, po e them dhe një. Partia Demokratike vetëm si pak atë ministrin e bukur Edi Ramës shëndosh. Tek pull në këtë moment nuk do ja dali pa një kohezion të jashtëzakonshëm dhe një bashkim të jashtëzakonshëm opozitar dhe qytetar. Pastaj mos na humb kohën me imbeçil politik edhe me A është kamikaze, jo shikoj, kam logjik. Ky është kamikaze origjinal i pari. Ky është ndërmjet kamikaze. E shoh për patjetër, e shoh në shumë tacaror kundër protestës dhe mos vallu po e përdor si kamikaze për ta hequr. Pra Rama si strateg e përdor këtë individ që të krijojë urrëti dhe thotë na hajeni. Patjetër. Pra po jep kockën e radhës. Kockën e radhës. A mund të jetë goxha një kockë? Është perfekt, është edhe kockë majmur, është edhe me goxha pesh. Edhe jepni pak kundërshtaren më të madhe të Edi Ramës. Kështu që thën këtë, unë jam i bindur që Edi Rama ka prekur fundin e tij. I takon Partisë Demokratike të pri aksionit opozitar, jo e vetme, duke bashkuar çdo fraksion opozitar, çdo faktor opozitar, çdo forcë opozitare në një betejë frontale me Ramën. Pra ju aleancë me Arlind Qorin dhe me LGBT. Ne aleancë me çdo qytetar të ndershëm të këtij vendi, përfshi dhe socialist. Po ç'më mesazh jep? Edhe socialistë të ndershëm që nuk kanë asnjë lidhje me organizatën kriminale që quhet Rilindja. A është Elisa Spiropali një socialiste ndershme? Elisa Spiropali, se kjo po kritikon shumë, ka ardhur në linjë me opozitën. Mbahet mend në politik. Me këtë do bëni aleancë? Me epitetin e famshëm zonja $5 milion, kur vendosur nga doktori si gjithmonë. Kur përfundoi dhe me të drejtë, si vendosur nga doktori, po ka rezultuar që kanë qenë të gjitha sakta, dhe unë gjykoj që nuk është momenti për të harxhuar kohën dhe për t'u marrë me faktorë tjerë brenda Partisë Socialiste. Unë mendoj që ajo që ka bërë zonja Spiropali është thjesht një faktorizim i vetes saj brenda PS-s. Nëse do të kishte kuraj. Aleancë do bëni ndonjëherë me Elisën? Jo me Elisën, në aleancë do të bëni me çdo qytetar dhe socialist të ndershëm, dhe Elisa nuk është një socialiste e ndershme, që është kundër Edi Ramës. Dhe me ata që nuk kanë administruar dhe vjedhur paratë e qytetarëve shqiptar në qeverisin e Edi Ramës për 13 vite. Por Elvi të mbetemi ke thelbi, këto lëvizjet për t'u faktorizuar, për të marrë vëmendjen e mbretit lagurish, në mënyrë që të kthehesh prap për të shërbyer mbretit. Të lutem, më vendosni pak fotot e Braçës dhe Manastirliut që janë në garë për Bashkinë e Tiranës, edhe pse Tirana pregati më shumë se një vit e gjysmë mbahet peng nga Erion Velia, i cili nuk ka planuar të dorëhiqet, dhe kryeqyteti ka vështirësi në qeverisje. Janë dy emra në garë për Tiranën, Ogerta Manastirliu dhe Erion Braçe. Ky i dyti vetë shpallur, këtë do preferoje ti në Tiranë?
Nuk është çështje preference, është çështje se a janë apo s'janë pjesë të njëjtit model edhe këta individ. Tash Gerda Manserliu ka qenë 10 vite ministre e Edi Ramës dhe i ka shërbyer për 10 vite këtij mekanizmi dhe kësaj skeme kriminale të vjedhjes qytetarëve shqiptar. Erion Braçe, që hiqet si një politikan i ndershëm, një socialist i ndershëm, dhe që shpeshherë e shohim në rolin e telekomanduar të opozitarit brenda pushtetit, mos harroni që për 4 vite ka qenë zëvendës kryeministri i Edi Ramës. Në ka dëshmitar okular të aferave të Edi Ramës, të shkelive ligjore të Edi Ramës, të vjedhjeve të Edi Ramës, janë këta individ. Dhe asnjë prej tyre nuk mund të jetë një alternativë për qytetin e Tiranës. Dhe asnjë prej tyre nuk përfaqëson dot qytetin e Tiranës. Të eci pak më shpejt. Më nxili pak Binajn dhe Ilir Ali Mehmetin. PD-ja shpalli një kandidaturë kur u bë gati Tirana për zgjedhje, do ishte Florian Binaj. Më pas tash e shpallu dhe Ilir Ali Mehmeti. Nëse të dy do të ishin në fletën e votimit, do votoj. Unë do të votoja të dy, pa diskutim, njëri do të ishte në fletën e votimit, se nuk mund të jenë të dy. Në çdo rast, 1000 herë të më kthesh, do të votoja njërin prej tyre përballë çdo kandidatit Partisë Socialiste. Pasin diskutim. Qoftë Ilir Ali Mehmetin, qoftë Florian Binaj në mënyrë të padiskutueshme që po. Në qoftë se doktori thotë do kandidosh ti prapë për Tiranë, do kandidosh? Siç nuk më ka thënë doktori herën e parë që duhet kandidoja unë për Bashkinë Tiranë, sërish do të besoja ke intuita edhe do të besoja ke instinkti im edhe ke kërkesa që apo thirrja që do të më vinte nga bashkëpunëtor, qytetarë etj të Tiranës. Këtë Ilir Ali Mehmetin ti e ke mundur një në primare, a mendon se ka ardhur koha që të kandidojë Iliri për Tiranë? Iliri është si kandidatur. Unë personalisht e mbështes pa asnjë hezitim, pa asnjë diskutim. Ne kemi pasur një garë të brendshme, kjo është një foto nga primaret, ka qenë një garë jashtëzakonshme. Primaret kanë qenë një zhvillim të pozitiv për gjithë klasën politike shqiptare. Iliri prin grupin e këshilltarëve bashkiak në Bashkinë e Tiranës. Dhe pa diskutim do ta mbështesja dhe e mbështes përballë çdo kandidatit të Partisë Socialiste. Pak a shumë kontributi tënd u ka bërë gati Bashkinë e Tiranës. Unë personalisht kontributi tënd dhe një akuzë drejt për drejt. Sa herë ke takuar Belinda Ballukun që e bërë gati qytetarëve? Çfarë marrëdhënie ke merrë Belinda Ballukun? Ti më thua se ti ja mua më kanë akuzuar po. Mua dhe ty për lidhje të forta me Belinda. Pra ti ke protestuar 2 muaj me ordër të Belinda Ballukut. Më merrte ajo në telefon vetëm media. Se ka ndodhur këto çuditëra. Dhe këto kanë ndodhur dhe nga grupet brenda PD-s. Po, patjetër, edhe nga ja, po të them unë Qimpeka, për shembull unë kam dëgjuar se Belinda investonte, megjithëse është miki Rioveliet dhe Çimi është një mik i mirë, nuk i bën këto gjëra, por nuk ka lidhje. Shkojmë te të lutem më nxjerrni videon e Erdy Sagas. E majta është shumë e sofistikuar kur vjen puna tek përdorimi i propagandës. Dhe këtë historinë që Belinda herë kontrollon Balluku, herë kontrollon Veliaj, herë kontrollon ku dëgjon nisot e tij, apo Saliu është në bashkëqeverisje me Edi Ramën, apo këta janë gjithë një lloj, apo fajin e ka Saliu, këto historitë janë të gjitha propagandë e kësaj mazhorancë dhe Edi Ramës. Pa diskutim. Tani të kthehemi te ngjarja e aktualitetit. Arrestimi i Erdy Sagasit, atë që PD-ja ka quajtur shpesh koordinator. Ne si Cëna kemi që nga mediat e pare që kemi shkruar për ditëjet e tij, dje është arrestuar, i është ulur koka në kofnën e makinës, ti the që nuk ishte gjetur armë dhe personi që e shoqëronte, më pas është publikuar dhe video e dytë që ne do të transmetojmë të shoqërimin në drejtorinë e Tiranës, më fal. Meqense Erdy Sagasi është viktima e dytë, si më the 2-0 me Belindën, pra një bashkëpunëtor për Ballukun. Çfarë është Erdy Sagasi për ty? Për mua është ai që e din gjithë shqiptarët, është koordinatori i Edi Ramës me krimin e organizuar. Biznesmen, ndërmjetës, pjesë e sistemit. Dhe personi që shpenzonte më shumë kohë me Edi Ramën se sa shumica e bashkëpunëtorëve të tij, ministra. A ka PD dokumenta dhe fakte që akuzojnë Erdy Sagasin? Sot ka akuza, në mos gaboj janë 7 akuza zyrtare që rëndojnë mbi këtë shtetas, përfshirë edhe grupin e strukturuar kriminal, pjesëmarrjen në një grup strukturuar kriminal, rrëmbimin e personit, kufizimin e lirisë etj. Por të mbetemi ke thelbi. Dje është arrestuar koordinatori i krimit i Edi Ramës, por nuk ka rënë koordinimi i krimit. Ka rënë dysi, por do të vendoset një njeri tjetër në mos është vendosur nga Edi Rama, sepse skema vijon të mbetet në këmbë. Ajo që unë kam thënë dhe vijoj të jemi bindur është që ka një ekuilibrim dhe një ndryshim të balancave politike brenda kupolës së organizatës mafioze që quhet Rilindje. Dhe kjo për mua është një paralajmërim i Ballukut për Edi Ramën. Pse? Dhe këtu më lejo shumë shkurt për 2 arsye. E para, flitet që do të ketë ndryshime në kabinetin e Ramës në shtator dhe preken të gjithë besuarit e Ballukut që janë pothuaj gjysma e kabinetit qeveritar, dhe e dyta flitet
se SPAK-u po përgatit zyrtarisht kërkesën e dytë për imunitetin e Ballukut. Shkojmë tej. Dhe SPAK-u qëndrimi im ka qenë dhe vijon mbetet i qartë. Dje u arrestua nga Skënder Balluku me porosit Belinda Ballukut, Ergyll Sagasi, mbase i treti mund të jetë edhe Olsi Rama. Shkojmë tej. Kam një problem tjetër personal shumë të marrëdhënies që ka PD me SPAK-u. Patjetër, unë jam i hapur ta sqarojmë bashkë. Ja, shiko, kur arrestohet Erion Velia, i thoni ja kishim të drejtë. Për shembull, goditet një figure e PD-s, ne kishim të drejtë, por SPAK-u s'ka bërë detyrën. Drejtësi politike thonë. Pra SPAK-u nuk ka bërë detyrën. Tash ky SPAK-u është i mirë apo i keq? SPAK-u, nëse do të kishte kryer detyrën e tij ashtu siç duhet, dhe nëse do të kishin shkuar ato para që janë dhënë nga buxheti i shtetit shqiptar dhe i shqiptarëve, rreth 500 milion dollar në këto 10 vite, në mënyrën e duhur për të shpenzuar për trajnim, për kualifikim të burimeve njerëzore, të BKH-s edhe të prokurorisë posaçme, për mbështetje logjistike, për interceptim me metodat më të përparuara logjistike dhe teknologjike, SPAK-u duhet kishte bërë detyrën e tij të frenonte fenomenin e korrupsionit. Po për sa kohë korrupsioni këtu ka marrë hov, është trirë në çdo qelizë. Në çdo qelizë, nuk ka bërë detyrën. Ata që ka arrestuar. Nuk ka bërë detyrën. Elvi, janë arrestuar me 10 zyrtar të lartë shtetit shqiptar. Më thuaj 1 euro që u është konfiskuar këtyre zyrtarëve dhe është kthyer në buxhetin e shtetit. Po të them ndërkohë, ti je një nga denoncuesit me qindra miliona euro pasuri të sekuestruara të grupeve kriminale dhe të zyrtarëve të shtetit, të cilët të zyrtarët që nga Benameta nga Lefter Koka të cilat nuk janë konfiskuar ende, janë sekuestruara, se ka ligji thotë sekuestrohet, administrohet, pastaj konfiskohet. Qëllimi i kësaj strukture është për të parandaluar fenomenin e korrupsionit. Të ndryshëm, por unë nuk besoj që problemi është vetëm SPAK-u. Duke qenë, nuk po them se problemi është vetëm SPAK-u. Problemi është shumë më i gjerë se sa vetëm SPAK-u. Sepse ti ke qenë një njerëz që ke pasur një artikulim pro SPAK-u, që është pozitiv. Pra, unë të them diçka, unë vijoj sot të ta them edhe një herë, qartë azifare. Çfarë do të pyesësh që ata janë grupi struktural? Jo, se janë grupi struktural. Organizatë kriminale. Jo, nuk janë. Doktori ka ekskluziv ato. Edhe përse nuk besoj ke ky institucion, sërish unë kam bërë detyrën time si politikan dhe qytetar. Të gjitha denoncimet i kam depozituar ke ky institucion. Një pyetje provokative. I kam lënë aty. Një pyetje provokative. Ai beson ti personalisht Altin Dumanit apo jo? Jo. Nuk i beson. A është Altin Dumani pjesë e krimit dhe grupeve që thot doktori si afo? Grupe kriminale dhe pjesë e krimit. Ndërkohë që ka marrë dhe ka zbërthyer dosjet më të mëdha që juve i flisni sot dhe i denonconi, ka hetuar Altin Dumani dhe bërkohet. Nëse do të kishte patur vullnetin e qartë për të kryer detyrën e tij, mjaftonte rasti i dosjes së inceneratorëve për t'i vënë Byzy Lyqet, Edi Ramës dhe Erion Velia. Ti e di një lloj si unë, Elvi, edhe bonusin e famshëm 8% pikëve dhënë një kompanie që nuk ekzistonte me firmën e Edi Ramës, ti di dhe 17 vendimet ke inceneratori Elbasanit të dhëna brenda një dite që vetëm Edi Rama mund t'i jap, ti e di dhe përfshirjen e Erion Velia në inceneratorin e Tiranës. E ka njëti prokuror që ju e mbështesni për çështjen Velia. Ja, pra dhe aty dua të them, dhe unë nuk kam asnjë kompleks që kur kam duar të rkitur publikisht Dritan Premçin për aksionin dhe për hetimin që i ka bërë në mënyrë proaktive dosjes së Ballukut, kam thënë të njëjtën gjë për Dritan Premçin kur nuk ka bërë detyrën, kam thënë që nuk ka bërë detyrën ke rasti inceneratori i Tiranës dhe ka afera dherave. Unë jam një nga ato politikanë mbasi vetëm që e kam denoncuar publikisht takimet e tij me rrethin e ngushtë Veliajt, shpesh ka patur info edhe me Veliajn në zonat periferike të Tiranës për të mbyllur inceneratorin e Tiranës, dosjen. Dhe fakti që ajo dosje nuk shkon deri në fund është një njollë e zezë mbi SPAK-un, Elvi. Pra unë nuk kam kompleks. Dhe unë mendoj që politikanët të qëndrim duhet kenë. Kur drejtësia bën punën patjetër duar tërhitet, kur nuk bën punën duhet të thënë vërtetë. Do të më nxirrni pak foton e Belindit me Trumpin, se dua ta edhe pse ka pak kohë. Ajo është çështje që kam qenë në SPAK-un, pra çështje jam pyetur në SPAK-un për këtë. Shiko, nuk jam akuzuar për këtë. Kjo foto ka dhe një histori me çunin tim i cili shkoi në shkollë në Gjermani dhe pasi që i gëzuar se pa foton e Belindit me Trumpin, ju tha që një shoku im në Shqipëri, pasi Belindi shpesh për shkak të marrëdhënies që ka me mua takon dhe djalin Jonin, ju tha shokëve në klasë në Gjermani që shoku im ka bërë foto me Trumpin dhe bullizuan ata dhe u desh të sqarohesh në shkolla se kush ishte Belindi, fotoja me Trumpin ishte e vërtetë dhe fotoja që kishte Joni. Që s'kan bërë pyetjen që u bën në Shqipëri që se ma nxorrën edhe. Sa lekë kushton kjo foto? Kukull dylli. Po, kukull dylli. Sa kushton kjo foto? Se vajtet në SPAK, 0 lekë.
E kam thënë dhe me përgjegjësi më të madhe, ose kam fare kompleks, ka qenë A do t'ju ndihmoj Trump të vinin në pushtet? një privilegj Partinë Demokratike dhe opozitën do e ndihmojnë qytetarët shqiptar. A mendon që administrata amerikane dhe zhvillimet politike që po vinë, ambasadori i ri që pritet në javët e ardhshme të jetë në kryeqytet, do të ndikojnë në pro-opozitës për t'i dhënë një shtys goditse në deklarata e qeverisë? Tash të lutem se këtu duhet të jem shumë i kujdesshëm. E para, është lajm shumë i mirë që në Shqipëri pas 3 vitesh të largimit të jurikimit vjen një ambasador i ri amerikan. Ky është lajm shumë i mirë. Duke nisur analizën nga profili i tij, publik profesional, I general. dhe i jetës tij private, rezulton një njerëz tejet i ndershëm, zyrtar i rrept, një profil shumë i fortë i një zyrtari dhe i një shtetari të fortë tuaj, i cili vjen për të shërbyer për 3 vite si ambasador i SBA-s në Tiranë. Për mua ky është një lajm shumë i mirë. Që ky ambasador nuk duket dhe nuk ka gjasa të ketë profilin e jurikimit, që është shpreha famoze e Qimpekës, që erdhi si plaga ime dhe iku si Monika Bellucci nga Shqipëria, nuk do të jetë vërtet, për këtë jam i bindur duke parë profilin e këtij zotërisë. Por që dhe administrata amerikane t'ia tolerojë Edi Ramës bërjen pis e emrit të vajzës së presidentit amerikan dhe dhëndrit të tij dhe ekspozimit tyre ndaj personave që janë eksponent krimit organizuar ndërkombëtar, kam përshtypjen se kjo administratë nuk ja fal Edi Ramës. Një pyetje tjetër, a mund të ndodhë që amerikanët dhe që Rama është delfini Sorosit dhe kjo është bërë me porosi të Sorosit për të bërë pis Trumpin dhe për t'ia përdorur në fushatën elektorale në midterms. Ajo duket qartë që po përdoret ndërkohë. Që po përdoret nga demokratët amerikanë, Shqipëria, investimin në zvëndetës për qëllime politike. Mundur Edi Rama këtë. Ajo po bëhet për qëllime politike. Mirë, po nga ana tjetër mund të sjellë benefit. A mund të jetë nga amerikanët një qendrim për shembull, të ikin paketë Rama dhe Berisha bashkë? Nuk e di, Berisha në ka dikë që ka dhënë provë. Që nuk ikin kur i thonë? Jo, që nuk që dëgjon vetëm vullnetin e demokratëve dhe vullnetin e tij, kjo është e qartë edhe qytetarëve. Por që amerikanët e kanë vendosur vinë kuqe për Edi Ramën, unë për këtë jam i bindur. Tani kemi vetëm 1 minutë, po i dua me një fjalë ose me një fjali përgjigjet. Edi Rama. I mbaruar. Sali Berisha. Persistent. Eleon Veliaj. Zdroms. Belinda Balluku. Lubi. Eliza Spiropali. Dogan. Deri këtu e si Saliu. Ndryshova vetëm të Zdromsi. Shkojmë më shtej. Ergy Sagasi. Romane Conti. Romane Conti. Altin Domani. Çfarë them unë? E lem, shkojmë ecim. Jo, prit se duhet të ta japun ty një përgjigje ta japun për Domanin ty. Se është me fjali, nuk shkon fikse. Po thoj me fjali. Nuk ja doli të ishte në lartësinë e pritshmërive që kishin qytetarët edhe opinioni publik. Florian Binaj. Karizmatik. Lulzim Basha. Njerëz dhe fate i humbur. Ilir Ali Mehmeti. Doktor. Doktor, po patjetër. Doktor, urojmë që nëse do të jetë kandidati për Tiranë, se do të ketë një proces, urojmë që t'i gjej medikamentin edhe qytetarëve të Tiranës. Po. Shkojmë tej Donald Trump, cili është përkufizimi për presidentin e SBA-s. Se shumë kompleks. E fundit është kjo apo do të ketë të tjera? Kam dhe 2000 lek në fund Donald Trump. Në fund, atë ta mbyll me atë. Një socialist që ti respekton shumë, ose qoftë ministër, qoftë zyrtari i lartë i PS-s. Zyrtari i lartë i PS-s, shiko. Ose këtë do të marrësh me qafë. Kjo është puna se mund t'i bësh dëm. Mund t'i bësh dëm, po ja të them një detaj për shembull. Dje ka marrë një mesazh, kjo është reale. Në mbrëmje, dje ka marrë një mesazh nga një ish deputet i Partisë Socialiste, që unë kam padur një vlerësim të jashtëzakonshëm, zoti Lavdrim Krashi. Jetonte në Angli, kemi komunikuar, erdhi, dha kontribut 4 vite, nuk e gjeti veten. Mbajti një profil shumë korrekt, ja po ta them më të fundit, që në ditën e dietshme. Më nisi një mesazh për të më përshëndetur dhe për të më thënë që në vend krimi po bën gjithçka. Një demokraci të ka zgjidhur. Mbetemi mjafton Basha për 10.000 demokraci. Jo për nuk dua të komentoj. Nuk do të komentosh. Një gabim të doktorit, të lutem, se do t'ja them SMS Belindi dhe këtë e gabuar. Po më duaj gjithë mort. Do të të bëj të qefin ty. E patjetër. Unë e di që doktori s'ka bën. Lul Basha. Një gjë që Edi Rama e ka bërë mirë në këto 13 vite. A ka diçka pozitive? Propagandën e ka bërë të shkëlqyer dhe unë e them për herë dhe nuk kam kompleks të ta them që për sa i përket aspektit të fuqizimit si brand ndërkombëtar të emrit
të Shqipërisë e ka përdorur, ka ditur ta përdorur, po për interesa Ka të bërë reklam personale. Shqipërisë, Po për interesa të personale. Okej, reklamë. Interesa të Dakor, mjafton. PR-in e Çan. Çan. Ishte drejtor marketingu në ndonjë kompani të madhe, do kishte bërë hajër shumë. Donald Trump po e ripërsëris. Ma thuj pak si e përkufizon ti presidentin kompleks të SBA-s. Tash në jargon rinor do të thoja kaprol. Ta mbajta, por i pamposhëm. I pamposhëm. Atëre, 20 sekondet e fundit. Belindi kryetari PD-s nesër dhe cili është mesazhi që ka për elektoratin sot me protestat që ndodhin Berishën dhe Ramën. Ta mbaj unë këtë mesazhit se ajo se çfarë ndodh nesër edhe me Partinë Demokratike e vendosin demokratët dhe nuk e dim. Por mesazhi është që kjo protestë që është në ditën e 89 do duhet të mbahet me çdo sakrificë gjallë nga qytetarët e Tiranës, nga demokratët dhe nga strukturat tona, dhe i bëj thirrje çdo demokrati që na ndjek, edhe për fat në median tënde janë të shumtë ata që na ndjekin, që ta kthejmë së bashku këtë shtatorën e fundit e Tiranës. Më din me PD-n akoma mua. Megjithëse unë vazhdon të jem atë PD-n e vjetër. Ti je me opozitë. Jo opozitar. Edhe kur të vi PD-ja në pushtet nesër do jesh në opozitë me PD-n. Nuk besoj që PD-ja do bëjnë incenerator dhe këto zullume që kanë bërë Tabiles. Ministrat e akuzuar të PD-s dhe korrupsioni i PD-s më duken si xhepista përballë xhamave dhe bëmave që ka bërë kjo qeveri në 3 vitet. Miq, faleminderit. Ishim në kryetarin e PD-s zoti Belind Kylliçi, unë përpoqja që ta kisha bisedën për te pyetjeve politike dhe tensionuese, ta bëja edhe me pak humor dhe ta çliroja pak. Unë shpresoj shumë që të kemi më shumë të rinë në politikë si Belindi, më shumë ndjem që do ecim përpara, pse jo dhe opozita të rritet dhe të qëndrojë përballë një qeverie, por siç e theksova edhe më parë, të jetë më qartë me kthjellët në qendrim pro biznesit, pro kapitalit dhe pro familjes, për të mos lejuar që të kemi ende shumë gjatë në pushtet një të majtë të coptuar, e cila prej 13 vitesh në fakt e ka zgjatur si te për pushtetin, për te zullumeve, bëmave dhe gjamave që nuk po ndalen. Faleminderit.